أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor: "Wa khafuni in kuntum mu'minin." Më keni frikë vetëm mua nëse jeni besimtar. Po ashtu Allah xhalla shanuhu thot: "Inna akramakum 'inda Allahi atqakum." Me të vërtet, më I nderuari tek Allahu prej jush është ai që I ka më shumë frikë, Allah subhanahu wa ta'ala. Pra Allah xhalla shanuhu në Kur'an na tregon se na ka kriju popull dhe fisë të ndryshëm, por në fund ai thot: "Inna akramakum 'inda Allahi atqakum." Më I miri prej jush është ai cili është më I devotshëm. E devotshmëria çka ti kishe frikë Allah subhanahu wa ta'ala, pra frikë respekt ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, ti krish urdhrat e tij dhe të largohesh nga ndalesat që na ka ndaluar Allah subhanahu wa ta'ala. E shpërblimi atyre që kanë frikë Allah subhanahu wa ta'ala, shpërblimi I tyre në xhennet. Allah thot në Kur'an: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." E kush ju friksua llogaritjes së Zotit të vet, pra kush I ka frikë asaj ditës së llogaritjes, ditën e gjykimit, dhe e ndaloj veten prej epsheve, pra nuk I ndjeki epshet e tij, nuk I ndjeki dëshirat e tij, por si peshore e kishte Islamin, pra ligjin e Allahut, sheriatin. E mbaz asaj peshores edhe ka vepruar jetën e tij, nuk ka shkuar sipas epsheve, sipas dëshirave të tij, se çka kërkon egoja e tij, çka kërkon nefsi I tij, por atë që thot Islami duhet me bon, e ka bon, atë që e ka ndalu Islami, e ka ndalu nga ajo. E thot Allah, thot xhenneti është vendi I tij. Pra njëri I cili ka vepruar kështu, fundi I tij, shpërblimi I tij do të jetë xhenneti. Pastaj është një hadith kutsi ku Allah xhelle shanu thot dhe betohet në madhërinë e tij, thot pasha madhërinë time. Unë nuk bashkoj tek robi im ndërmjet dy frikave. As dunjo, as në ahiret. Pra nuk I bashkon dy frikët në zemrën e një besimtarit në këtë dunjo, po as në dunjo. Thot dhe dy sigurive. Pra nuk I bashkon zemrën e besimtarit mes dy frikave dhe mes dy sigurive. Thot nëse ndjej siguri në këtë dunjo, unë do ta friksoj ditën e gjykimit. Pra kush nin këtë botë I sigurt, I rahatshëm, edhe nuk e ndalon veten nga haramat, nga epshet e tij, na bën çmos, çka ti del përpara vepron. Edhe ndihet I sigurt. I ke pa disa ndinje të lumtë çka të bën. Me shishet alkoolin në dorë, thuki se nuk ka njeri I lumtur këtë botë sikur ke. Tjetri na për vende të fllihshme, na për harame, na për zinoja, na për lloj-lloj vende të ndryshme që janë përplot me harame, kur ta shikojsh se si buzëqeshet, e si është I lumtur, thuaj apo thonë I lumtur, ti thu nuk ka njeri më të lumtur se ke. Nuk ka njeri më sigurt se ke. E po thot Allah Teala në hadithin kutsi, thot kush ndihet I sigurt këtë botë, thot unë do ta friksoj ditën e gjykimit. Pse sa ai nuk ka përgatit për ditën e gjykimit, a ditë ku është ajo dita më frikshme. Ajo ku është një ditë sa 50000 vjet këtone. Pastaj thot dhe nëse më ka frikë mua në dunjë, do ta siguroj ditën e gjykimit. E kush I ka frikë Allah xhelle shan këtë botë, që rut prej harameve, I krijin urdhrat e Allah, në ditën e gjykimit ai njeri nuk ka frikë. Allah xhelle shan çka thot për të dashurit e tij, për evliat: "La khaufun alejhim wa la hum yahzanun." Ata nuk do të kenë as frikë, as nuk do të mërziten. Nuk kanë frikë në momentin e vdekjes, kur ta dorëzojnë shpirtin, po as nuk mërziten se çka po lojnë pas tyre. Çka të lojnë pas tyre dunjon? Dunjoja e cila në ditën e gjykimit, apo natën, sidomos natën e vorrit në varr, vorrit të të folë birit e Ademit, të të thojë o biri Ademit, a te la dunjon, a dunjoja të la ti? A mblodhe këtë dunjon? A arritëm me zonë dunjon, si thojnë të na, me zonë dunjon?
A dënjoja të lati apo të la dënjon? Jo, të la dënjon, se dënjon të u vazhdu. Sa njerëz të mëdheje, sa njerëz të pasë, sa njerëz të fuqishëm e kanë lënë këtë botë, kanë hedhë. Dënjoja po vazhdon. Pra të lën këtë dënjon. Tash dënjoja është me ti në varr, nuk është. Kush është me ti në varr, është puna jote. Është vepra jote që e ke punuar këtë botë. E për këtë Allah po thot në këtë hadithin kutsi, thot pasha madhërinë time, nuk i bashkoj di frika në zemrën e robit tem, pas di siguri. Nëse këtë botë ndihet i sigurt, thot do të friksohet ditën e gjykimit. Nëse këtë botë i ka frikë Allahut, ditën e gjykimit do të ndihet i sigurt. E për këtë besimtari, njeriu i mençur, njeriu i urtë, çka bën, mundo të arrijë dhe ta fiton sigurinë e botës së ardhshme. Në këtë botë kalot diçish kjo botë, nëse si ki punë të mirë me dënjon, por i ki punë të mirë te Allahu, e sa i përket problemit saj bote i kalon diçish. Kalon, te i kalon. Çdo e keq në këtë botë, çdo problem, çdo gale, çdo dëm këtë botë është kalimtare, kalon. E nëpërmjet asaj provës, nëpërmjet atij problemit, nëpërmjet asaj të keqe që i ki në këtë botë, ti mund ta fitoj xhenetin te Allah Teala. Duke bën sabër, duke bën dorim, duke punuar me urtësi, duke xhikuar me librin e Allahut, me sunetin e pejgamberit alayhis salam, e kështone qëllimi jonë është ta fitojmë ahiretin, a jetë të kemi siguri. E besimtari i urtë në këtë botë, pra jeton me frikë respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala, se dikush e ka keq kuptuar frikën, pse unë më jutut Allahut. Nuk kanë shpuna se ti pse më jutut Allahut, ti i frigosh dënimit të Allahut. Ti ju frigosh natës të vorrit, nata e parë në varr ku do të jesh i vetëm në varr. As familja, as dërit, as dëni shoqërues, as kurkush i vetëm do të jesh në varr. Ditën e gjykimit, vetë do t'i kalojsh ato ku të ringjallësh, vetë ki me kalu te peshorja, vetë ki me kalu mbi urën siratit. Nuk i shoqërues dikush me ndihmu. Vepra jote atë çka ki bën dhe mëshira Allah subhanahu wa taala. E për këtë Yahya ibn Muadh, një prej dietarëve të hershëm thot sa i shkrejt është biri i Ademit. I shkrejt është njeriu. Thot pse? Thot sikur të friksohej nga zjarri i xhehenemit, ashtu siç ka frikë nga varfëria, moti do ta kish fituar xhenetin. Keni pa njerëz sa frikon dera nga varfëria. Bojnë çmos, dikush me haram, dikush me lloj haram, me padrejtësi, me dredhia, me dallavera, vetëm me arritjen e një pasuri. Ama është me halal, është me haram nuk e kam ngale. Pse? Se ka frikë mu boj varfër. E thot që Yahya ibn Muadh sa i shkrejt është i biri i Ademit, sikur ti kish pas frikë zjarrit të xhehenemit, siç i ka frikë varfërisë, do ta kish fituar motin e xhenetin. Pas si ka frikë zjarrit të xhehenemit, kjo ka në haram. Po më miliona me këto po fitojnë njerëzit, miliardë të fitojnë haram, nuk i kësaj pune. Qetra tregti, fiton valla min, mujt 10 mishin, 20 mishin, 50 mishin e fiton. Hini, a ka haram po? Nuk i kësaj tregti jone, se i kanë frikë zjarrit të xhehenemit. E po thot Yahya ibn Muadh, thot sikur ti kanë frikë zjarrit të xhehenemit, siç i kanë frikë varfërisë, moti do ta kishin fituar xhenetin. Një prej dietarëve të hershëm Imam Samarkandiu rahimahullah thot frika, pra frika ndaj Allah subhanahu wa taala, për ta kuptuar se çka më pas frikë Allah taala, thot frika kuptohet nga 7 shenja. Pra frika se na i kemi frikë Allah xhaleshon janë disa shenja. Tregoj se ky person i ka frikë Allahut. Nuk i ka frikë Allahut ai i cili thot elhamdulillah si vetë fala bajramin unë. A 365 ditë kanë kalu qer namaze, farze, xhumaja, plot obligime tjera e fala bajramin i gëzushëm, e ka falë një vajxhim. Te disa dietarë sunet është bajrami. A është shenjë kjo se i ka ki frikë Allahut? Nuk ka shenjë. Dikush e fal vetëm vetëm xhumon, 5 sekondë ditë i kalojt namazit, a kjo shenjë se i ka frikë Allahut? Nuk ka shenjë se i ka frikë Allahut. Po xhumon be hoxha pe fal. Po be pe na xhumon dekin xhumon sa kohë namaz kanë kalu. 75 bojnë 35 namazet kanë kalu. Po atë llogaritë muajin, llogaritë vitin, llogaritë që 30 vjet. E me një xhumon, po tregon se i ki frikë Allahut, nuk ka kjo shenjë se i ki frikë Allahut. Thotë e para është frika në gjuhë. Si duhet mi pas frikë Allahu xhaleshan me gjuhën tënde? Thotë frika në gjuhë është ta ndalosh gjuhën nga gënjeshtra, nga rrena. Mos me rrejt. Nalt e poshtë. Tu hije të dal me rrena, rrej gruajën, rrej fëmijën, rrej shokin, rrej patronin, rrej jetën me kalu me rrena. Sa që njerëzit edhe ja kanë dalë një ditë rrenës, një prillit ditë e rrenave. A ditë mo këshon e kanë me rrej.
Adi kishe këtan vite nuk rejnë, po adi që kanë dita, fjes, adi po rejna. E friga në gjuhë është të ndalosh vetën nga gënjeshtra. Sepse gënjeshtra, për drisa njeriu bëhet gënjeshtar dhe rrin, shkruhet e Allahun si gënjeshtar. E gënjeshtra ku të çon në devijim. Devijimi ku të çon në zjarr të xhehenemit. Gjuha e kam thënë disa herë se disa njerëz për mua arsyetu, jo çdo arsye është e pranuar te Allahu, ha? Se shpesh njerëzit edhe ai kriminali, edhe ai shkambit, ndoshta edhe fëmijë e gra, edhe ai arsyeton vetën. Pse kemi të këtë fëmijë? Ka ai sipas atij një arsye, ama te ligji i Allahut a pranohet ajo arsye jo. Te ligji i shtetit a pranohet nuk pranohet. E jo çdo arsye është e pranueshme. E njerëzit për mua arsyetu donjëherë ku folin lidhje pa lidhje, kur i përgojojnë qirt, kur rrejnë, kur folin fjalë këshilla, çka thonë? Hajde be hoxha, gjuma është me fol. Gojën për çka kemi për me fol. Po be goja është edhe me hangër kena thonë, ama nuk kanë çka do koft. Jo gjithçka shka hati e ha. Se shkemi çka mos lëshina, çka mos ato normal atë nëse i shnin gojë han ato. Am tash ai pëlqen as i pëlqen diçka tjetër. Goja është për me fol, ama është për me fol mirë. Është për me urdhëruar në të mirë, është me ndalu nga keqja, është me këshillu njerëzit, është me përmend Allahun, është me çu salavat pejgamberit alayhis salam. Jo goja është me fol. Po atëherë goja është edhe me hangër, haj krejtësin, pra shka të hangit dënjon, nuk i han, i zgjedh. Kjo është e flish, kjo është e papastër, nuk ha. Pra edhe fjalë duhet të zgjedhësh, ashtu siç e zgjedh edhe ushqimin tënd. Pra gjuha, frika në gjuha është të ndalosh gjuhën tënde nga gënjeshtra, nga thashëthemi dhe fjalët e tepërta, dhe ta preokuposh gjuhën me leximin, pra Kur'anin, dhikrin e Allahut dhe mësimin e diturisë islame, pra ta përmendesh Allahun vazhdimisht. Në çdo moment, në çdo gjendje të jetës tënde, i varfër apo i pastër, ki probleme apo s'ki probleme, i lumtur apo si i lumtur, përmende Allahun. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendjen e Allahut qetësohen shpirtrat, zemrat. Apo do të qetësin zemrat tonë, po, përmende Allahun. Po gjë valla pe përmendve, po se kam arrit, speshijoj çfarë rahatin, çfarë qetësien. Po normal se jetë e përmende Allahun me provu me këshia, po qetësohet zemra ime. Bani me plot bindje. Me këmbgulje, me plot bindje bane se ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendje Allah qetëson zemrat. Kush na ka kriju neve? Allahu. Kush e ka kriju zemrën tonë? Allahu. E pa Allahu, krijuesi i zemrës, po thotë se me përmendjen e Allah qetëson zemrat. A më ta mirë si shprehiket? Me përmendje Allahun, edhe kur ndodhet çka gjeni problem dhe atje thuaj la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Ta përmendesh Allahun. Jo vesh kur je rahatis, po kam shka bëhajtë të spet, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ja, atje. Këta bën dikush një të keq që ta pret rrugën apo të këshish shtem dikush, çka ti thosh? La hawla wala quwata illa billah. Astaghfirullah, subhanallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dhe me thonë tu ka bën shprehim përmendje Allah subhanahu wa taala. E çajo ta qetson zemrën. Apo salavat ndaj pejgamberit alayhis salam. Përmendja pejgamberit alayhis salam është shërimi i zemrave, shërimi i shpirtrit. Nëse ki derë të gale të mëdha në dynjë, shtoj salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse ato të letojnë ato problemet. E për këtë gjuha, edhe pse është për me fol, duhet me zgjedh fjalë që me fol, ashtu siç e zgjedh me ushqimin, dhe frika me gjuhën ndaj Allah subhanahu wa taala është të largohesh nga rrenat, nga gënjeshtra, nga thashëthemet, nga fjalët e tepërta. Edhe fjalët e tepërta tani pse janë të lejoshme? Besimtari i mirë i sinqert largohet prej fjalëve të tepërta. Edhe pse është e lejoshme? Ka dalë, tash që këtë fjalë që ka be folje, a ka dobi për kësaj fjalë në ditën e gjykimit? Jo, s'ka dobi. A është haram? Jo, nuk është haram. Pas pe folje heq. Masi haram, është për una prej harameve. Po masi kjo fjalë nuk pas ka dobi në ahiretin tem, pse ta folje? Se me lajka shkun, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo fjalë që e thot i biri Ademit, pranë tij janë di me lajket, raqib dhe atid. Ai shkruan. A fole shpejt, a fole ka dalë, a fole mirë, a fole keq, ai shkruan. E pastaj ditën e gjykimit fjalët të cilët shpërblesh për ato që i mu shpërble, për fjalët të cilët kanë dëm, që i mu dënu, e për fjalët që s'kan as dëm, as dobi, ato s'ki kur gjon për ato. E njeriu të arritën një gradë besimtar, një gradë të lartë Allah subhanahu wa taala, rut prej gjunoheve, prej gënjeshtës, prej thashëthemeve, ato çka bojnë, pastaj runet prej fjalëve të tepërta që nuk kanë dobi. S'ka dobi, pse e lodh gjuhën tënde? A ki pa disa, vesh dëshira ti, qefet janë me fol, të folin.
Si jam të i bon dam kërkujna, si jetë i bon dam kërkujna, po që të shkrojnë që ka pi thot tepër, për palidhe, që atë zonin që për argjon, që atë frimon që për argjon, se besë nuk e përmendë Allah? Po qish me nejtë me një me zhlisht, tash jemi 20 vejtë, këtë po folin, ta mu më thujnë kësi, s'pas ka lidha, së zdi ka me folë, po në thujnë, shka thujnë? Shiko të Allah kush je, jo tek njerëzit. Ani pse thujnë dikush i filoni po folke vetë me vetë, në ditë qofin rrugë dëne të botë i subhanallah, la ilaha illallah, qofin të livrit botë. Thujnë kjo kana rallu, po folka me vetë vetën. Po ma, dikush jeti të Allah, je prej dhakirin, ato që je përmendin Allahun. Shpesh i kemi thonë, edhe kanë thonë djetarë, me rrit miratimin e Allahut, pra Allah që të razimet me ti, kjo është e mundshme, është e mundër. Njeriu me rrit me një gra, Allah që të razimet me ti, kjo është e mundër. Me arrit knacien e këtë njerëzve që janë kënaqur me ti, kjo është e pamundër. Kur nuk mundesh me arrit këtë njerëz me qenë të kënaqur me ti. E pra, pse pelojmë në të mundëron për të pamundëron? Pse pelojmë razinë e Allahut, e cila mund të arrit, e kina lënë, s'po mundohem me arrit razinë e Allahut, po mundohem të arrijmë në razinë kënaqësinë e njerëzve. E pse pele të mundëron për të pamundëron? Allah i cili është krijuesi i gjithësisë, është furnizuesi i jonë. A dojnë këtë Allahun? Nuk e dojnë këtë krijesë të Allahut. Sa ka njerëz që mohojnë ekzistencën e Allahut. E kur Allah krijuesin tonë nuk e dojnë këtë krijesë, apo prej ti me dash këtë njerëzit ta, i mirë dhe i keqja. Pra mundohu shikoj vetën kush jetë Allahu, jo kush jetë njerëzit. Se njerëzit nëse të morin, çojnë të vorrit, shin tokë, mbulojnë me dhe, edhe kalosh mirë. Mbetesh historitë ato mo. Edhe të fëmija jot kime mbet historitë, familja jote. Ditët e para të përmendin ashta pak si shpesh. Po ku të kalon java, ku të kalon muji, ku të kalon viti, të në vetëm status shesin që një vjet i boni baba se ka vdek. Mbas 2-3 vjet e harrojnë të na me të qinë status. Pse se i ki bo me një histori mo. E tash pse do mu ka për ato që i lem mas vete, nuk ka për ato që janë të prit për para, vdekja, ahireti, xheneti, vorri, ringjallja, dita e gjykimit. E këto njeri kur i ka frikë Allahut, përgatitet kështone. Kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo shpirt tash janë vdekja. Mos të hikem menja dhe me thonë, mu më duket më kanë harru mua. Filoni ka bon deshe, filoni smut, filoni spital, filoni ashtu. Unë elhamdulillah jam mirë, më duket mu më kanë pak si anësh, më kanë harru. Jo, ku të vinja i sekundi, as një sekund më herët, as një më vonë. E ki frikë Allahun je ku je, a jenë shpe, a jenë punë, a jenë xhami, a je i vetmuar, a jenë shkretina, në hanë me jetu vetë, ki frikë Allahut. Sepse nëse i ki frikë Allahun këtë botë, në botën e ardhshme ki me pas siguri. Nëse në këtë botë e ndinë sigurien, në botën e ardhshme të pret një frikë e madhe. Imagjino ditë ku të ringjallën me miliarda e me miliarda e me miliarda njerëz. Si të colli me gajlën e vetë, si të colli me ato punë të vetë që ka punu. Të zhveshur. Aisha radiallahu anha. Dhe më thonë Aisha me këtë pyetje që ja ka bon pejgamberi alayhis salam, po tregon se kësaj ka frikë Allahut. Tha o pejgamberi Allahut, kur e ndëgjoj pejgamberin duke thonë se në ditën e gjykimit ku të ringjallemi, kanë morë ringjall njerëzit të zhveshur. Aisha radiallahu anha thotë o pejgamberi Allahut, po si të zhveshur aty afër ka burra ka gra. Thotë Aisha, thotë si çole ka gajlën e vet atë. Nuk ka me shikin nga të i kanë i zhveshër, apo ai përpara. Si cili ka më morë me vetën e tij, nuk ka koha i më morë me këtë tjetën pse i vesh apo pse i zhveshër. Në këtë botë na i kemi këto gajla, di? Ai filon si kanë vesh, filon si pa darë, si s'pas ka darë. Në atë botë Aisha pat frikë, di? Se si atë ditë me murin gjallë të zhveshër, pejgamberi alayhis salam thotë Aisha si cila ditë ka gajlën e vet. Ja pse s'ka do të thonë përgatit për kësaj bote Aisha radiallahu anha, gruaja pejgamberit alayhis salam, për këtë botë, po për në atë botë e ka pas gale, si me dalë, ashtu e zhveshur. E pse disa janë të veshur, pejgamberët, disa dëshmorë të njerëz të mirë, ama përgjithësi njerëzit, shumica janë atë ringjallë të zhveshur, ama si e ka galen e vet. Fatimja bija pejgamberit alayhis salam. Se në atë kohë deri në kohën e Fatimës, radiallahu anha, vajza e pejgamberit, kur ka vdek dikush, kur e kanë çutë vorrët me një dras e kanë ulë xhenozë për mirë dhe kanë çutë vorrët. E Fatimës një hini një gajle, ku të vdes atë ditë, ku të më vishin qefinin, kur të mënojnë për me adrasën, kanë mu dalu pjesë të trupit temë. A di qefinin këta nësh, daluën pa që kanë koma, që kanë gjikësi, që kanë kraj, që kanë kri, janë shifët.
Vizatohet trupi jot. E tash Fatimës radiallahu anha I hini një gale se a ditë burrë kanë me pa trupin që shtone. E pse është e mbuluar, apo me qefin. A më çish kanë me pa vizatimin, domethënë pjesë e trupit tëm. I hini një gale një frigë e madhe. Sa që një prej gratë të pejgamberit alayhis salam kur hini te Fatimës tha çka kjo I Fatimës, çka I saritu kështu, çka ka kjo panik kjo. Thot më kujtu dita ku të vdes, burrët të morën me mçut e vorrët, se burrët apo na çojnë te vorrët. Gra e burra I çojnë në vorr kosh burrët. Thot pe kam gali pa si kanë më pa trupin tëm kështu aty me çefin. Atë kësaj gruas pejgamberit alayhis salam I lini një ditë thot me një vend prej vendeve të asaj kohe, thot I kanë pas për vorroshin të vdekurit. Penojshim në një drasë edhe për mbulosh për mi me një kapak. Sigur tash ne kemi këto stanëkë që çojmë njerëz të vorrët. Thot Fatimia sa ide e mikën atë kjo. Ju lutem thot bani edhe për mua çket ku të vdes atë ditë. Edhe çat saj kohe më kanë filluar dhe sot e kësaj dite që kemi na stanëkë ku çojnë atë vorrët, jo vetëm me drasë, por edhe I mbulojnë. A ku të vdes e kishte gale Fatimia. Nëse kemi gal për gjallin. Në xhami janë rrugën apo shtëpia nuk kemi gal si dalme si vesh, mos si veshën motrat tona, si veshën ato, si veshën tjerë. Pi galë, pse se kemi gale, se mos sin për sin apo këtë normale, këtë rrafsh apo. Çfarë kam rrin njerëzit janë prish, shumica prej tyre edhe I zhveshën mi dal dikush që duket interesant. Normale thot ashtu. A Fatimia radiallahu anha kishte gale atë ku të vdesë, pse s'ka e përgjithësi, mos ki e përgjithësi kur vdesesh. Ama ai kishte gale si kanë me pa trupin. E lusim Allah subhanahu wa taala që të na shton frikën ndaj asaj dite ku kemi me dalë me dhon llogarit. E kush I ka frikë asaj dite, përgatitet për kësaj dite, për sot përgatitet për botën e ardhshme. Inshallah I kemi frikë Allah subhanahu wa taala me çdo gjymtyr, me zemër e me shpirt, se me të vërtetë kush I ka frikë Allah në këtë botë, ditën e gjykimit do të ketë siguri për ta. E lusim Allah subhanahu wa taala të ndihmon ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, na I përmirëson gjendjen tonë, të na udhëzon te vërteta dhe të jemi të qëndrueshëm të vërtetën deri në vdekje, duke ia dorëzuar shpirtin Allah subhanahu wa taala me këtë iman, me këtë besim, me këtë bindje, duke pas frikë vetëm Allah subhanahu wa taala, dhe në fund e lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.